billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun azza wa jalla falenderoj. Përshëndetje për zemrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgoj dhe së musliman që ecë pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me dersën e radhës ku kemi arritur te tema 131, ku autori thot ose flet për temën si e bënte dhikrin i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Domethënë mënyrën, formën se si ka bë tasbih pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo shprehje si e bënte dhikrin tasbih, këtu është për qëllim çdo dhikr që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka një me numër. Domthonjë qoftë dhikri pas namazit që është fjala subhanallah ose alhamdulillah ose Allahu akbar, qoftë edhe dhikri tjetër la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir, qoftë fjala subhanallah wa bihamdihi, qoftë forma ndryshme të dhikrit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë me numër caktuar. Edhe e ka përsërit shumë herë gjatë ditës ose me një mezhles ose në mëngjes. Dhe po ashtu këtu hyn edhe dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes, i cili thuhet me numra të caktuar, 100 herë ose 10 herë ose domthon forma ndryshme të dhikrit që i ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot transmetuesi, thot Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të numëronte dhikrin me dorën e djathtë. Ky është hadithi vetëm që e ka sjell autori për këtë temë, e që e tregon se faktikisht me çka e ka bërë dhikrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me çfarë mënyre, me cilën dorë. E këtu hadithi është i qartë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë dhikrin me dorën e djathtë, andaj edhe dietarë thonë që është e pëlqyeshme, është mustahab që këto forma dhikri që i përmendëm, ose pas namazit ose edhe dhikra tjera që bëhen gjatë ditës, mi bë me dorën e djathtë. Domthon as mos i bë me të dy durt, as mos i bë me dorën e majtë. Po mi bë me dorën e djathtë, edhe pse ka diskutim mesin e dietarëve. Disa dietarë e lejojnë mi bë me të dy durt, disa e lejojnë edhe me dorën e majt, por ajo që është më afër sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kjo, nga se Aisha radhiyallahu anha, që transmeton Imam Ebu Davudi, kur është pyetur për dhikrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Unë e përmendte Zotin në çdo gjendje, pastaj thot kanat yadul yumna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li tuhurihi wa li sharab wa li aklihi wa kanat yadul yusra lil adha. Kështu ka në hadith. Ma kana fihi min al adha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përdorte dorën e djathtë për pastrimin e trupit. Pejgamberi sallallahu çdo çështje me dorë djathtë ka nisme me anën e djathtë. Domthonë kur e ka pastruar trupin, edhe kur ka marrë abdes, edhe kur domthonë ka përdor ujin, e ka nisë me anën e djathtë. Dhe e ka përdor po ashtu anën e djathtë pejgamberi kur ka hungur diçka. Ka hungur me dorën e djathtë, që dini hadithet e pejgamberit sa. Kurse Aisha thot dorën e majtë e ka përdor pejgamberi sa për mi kryer nevojat fiziologjike. Po mi kryer nevojat fiziologjike dhe çdo gjë tjetër që është domthonë pak e turpshme ose e pist, që nuk është diçka e ndershme. Kështu është hadithi Aishës radhiyallahu anha. Andaj në këtë hadith Aisha tregon për çka ka përdorur pejgamberi sa dorën e djathtë, për punë të mira, për punë të hajrit, për punë që janë të pëlqyeshme në shariat. Sheikh Albani Allahu i mëshiroft thot, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur dorën e djathtë për me hungur buk, atëherë logjikisht për me bë dhikr është ma parsore me përdor dorën e djathtë, se dhikri është më i lartë se buka. Pozita e dhikrit është më e madhe se buka. Andaj është më parsore me bë dhikr me dorën e djathtë, për arsye se çdo herë shariati jep përparësi dorës djathtë. Çështja e dytë, pejgamberi sa mbas këtij hadithi po tregon se e ka bë dhikrin me dorën e djathtë. Që do me thonë, nuk e ka bë me tesbih, as nuk e ka bë me guralec, as nuk e ka bë me diçka tjetër ngjashëm përveç se me dorën e tij.
Dhe kjo është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është edhe udhëzimi përgjithësi i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më pas dietarë domosdoshmë ndryshëm gjatë historisë edhe pe dietarëve të mëdhenj muslimanëve kanë përdorur forma të ndryshme për me një dhikrën. Kanë përdorur edhe lloj guralec që shtojnë te na, por që kjo nuk ka qenë tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ajo që thonë dietarët këtë temë është se mas pakti është jo e qëlluar në bazë sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domthonë është faktikisht nuk është parsore primare në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një vepër e tillë, edhe pse ka dietarë që nuk e shohin problem përdorimin e tesbiheve për dhikr. Nuk e shohin problem përdorimin e tesbiheve për dhikr, sikur që është pe dietarë bashkohor Sheikh Fozani, Sheikh Al-Khudairi, Abdul Karim Al-Khudairi dhe disa dietarë tjerë, edhe të mëdhenj ka që e kanë përdorur edhe pe dietarëve të hadithit. Por në bazë sunetit të pejgamberit sa më shohim që përgjithësi në jetën e pejgamberit sa nuk janë përdorur këto gjëra të tjera përveç se dora e individit. Madje është një hadith që e transmeton Imam Buhariu në librin e tij Al-Adab al-Mufrad, që pejgamberi sa më i këshillon gratë, i thotë dhe njënë dhikrin me majet gishtrinjeve tuaj. Ç'kjo maja çto? Ç'kjo pjesa? Llogaritni dhikrin kur e bani bi enamili yedayhinna ose eydihinna. Domthon me majet gishtrinjeve tuaj. Shavojmë ashtu subhanallah, 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 subhanallah. Dietar thonë që pejgamberi sa ka udhëzu edhe në formë domthon këshillës i ka udhëzu gratë që me bë dhikrin me gishta. Ato udhëzimi pejgamberi sa me fjalë ka peshën hala më të madhe. Domthon me vepër e dim që pejgamberi sa me ka bë dhikrin me dorë. Me fjalë pejgamberi sa ka udhëzu me bë dhikrin me dorë. Domthon me gishta ose me majet e gishtave. Ka thonë për arsye se ato majet e gishtave në ditën e gjykimit janë mes'ulatun wa mustantiqatun. Janë përgjithëse dhe do të flasin. Do t'ja jep Allahu gojën ditën e gjykimit që to majet e gishtave do të flasin për dhikrin që e ke bëti me majet e gishtave. Andaj dietar thonë, njeriu Allahu ja ka lënë mundësinë me bë dhikrin me dorën e vet që e ka në trupin e tij, nuk i ndahet kurr. Domthonë mundet me bë dhikr sa që të sillet me dorën e vet. Por mi marr tespit do të më marr diçka jashtë trupit tina. E pse më mundu vetëm me marr diçka jashtë trupit tina kurse e ka mundësi në trupin e tina. Me bë dhikr me dorë. Andaj kjo është më afërt me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me udhëzimin e tij. Pra, këta domon ka desh faktikisht autori me potencu përmes këtij kapitulli ose kësaj teme, domon vetëm se me cilën dorë ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhikrin. Domon siç thash, dy durt që i përdorin disa venda, domon kom pa edhe unë shpesh edhe në Arabinë Saudite, që i bojnë dhikr me të dy durt, ose me dorën e majt, dikush që i bën dhikr, kjo është kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk themi që është bidat, po është kundërshtim, domethënë nuk është sipas udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhe më së miri.